Tani, këto janë lalelulet e kësaj, po sistemi i dënon, edhe individualitetet politike. Unë e kuptoj shumë mirë retorikën që kandidatët për deputet e bëjnë dhe është e pranueshme dhe nuk kam asgjë me retorikën e tyre. Por e vërteta që ndron diku tjetër. Ligji elektoral për hir të vërtetës ja pamundson individualitetin kandidatëve. Sepse në qoftë se do kishim një ligj tjetër, jemi të sigurt që do kishim një kompozim krejtësisht ndryshe të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe do kishim një garë shumë interesante dhe individualitete politike. Në qoftë se do marrim të dy listat, unë kam parë tek lista e Partisë Socialiste element shumë interesant. Për shembull, do të përmend në listën e mbyllur, sepse i gjithë debati që provokoi është që në listën e mbyllur zoti Rama ka futur element shumë të ri. Ndryshe nga Partia Demokratike, por shumë mirë ka bërë zoti Berisha që e ka bërë atë listë, sepse për mua është listë parimore. Sepse është parimore, mund ta shpjegoj më vonë çfarë po them unë me këtë fjalë. Tek Rama për shembull pash Iris Luarasin, një aktiviste, pedagoge, një personazh shumë interesant dhe unë e njoh nga afër me shumë integritet. Edhe Pirdenin që është listën e mbyllur, edhe ajo është një njeri me shumë, po, dakord, po s'do thotë ti është ministër. Edhe Male një njeri. Lutem. Shumë me integritet. Pra nuk do themi ne, nuk mund të themi se nuk ka element pozitiv nga listat. Pjesa tjetër, nëse do kapim opozitën, e cila dhe gjithë shoqëria shqiptare duke parë dhe gjatësinë e kësaj mazhorance në pushtet, ka syrin dhe vëmendjen te kjo listë. Është listë parimore në aspektin pse parimore? Sepse për herë të parë kemi kryetarin e partisë i cili merr një vendimmarrje të plotë. Përfaqëson tipologjinë e kryetarit të partisë. Dhe me 12 maj nuk ka më asnjë lloj justifikimi për rezultatin, qoftë pozitiv, qoftë negativ, rezultatin e merr lideri i partisë. Është parimore dhe është e drejtë sepse aty përfaqëson gjithë sfida dhe betejë që ka bërë Sali Berisha në këto 3 vite që për hir të vërtetës ka qenë një fluks brendshëm dhe të jashtëm, do thoja unë, të pa imagjinueshëm. Dhe mbi gjitha, unë nuk arri dot ta kuptoj fabulin që duhet ndërtoj PR-i i Partisë Demokratike kur e kanë fabulën konkrete, sepse zoti Berisha përballë opinionit publik dhe veçanërisht përballë simpatizantët djathtë nuk vjen duar thatë. Vjen me një background ku partin tashmë e ka futur në shina, e ka bërë konkurruese, me thënë drejtën ka edhe element të ri, edhe Besardi është për herë të parë, është deputet pavarësisht se thotë, ja jep atributin rolit që ka në brenda strukturave të Partisë Demokratike, por në thelb është një personazh i cili është i shkolluar në Britani të Madhe, nuk ka asnjë lloj kostoje me opozitën dhe nuk vjen nga pjesa militante që për hir të vërtetës ndonjëherë më shokon që ka Partia Demokratike brenda xhirit saj. Pra është një fibër qytetare dhe i mirë pranuar nga opinioni publik. Po ta shohësh në balancë, në thelb, të dy liderat kanë goditur aty ku qëndrojnë problemet e tyre. Në qoftë se Edi Rama do të shkëpusi Partinë Socialiste nga 12 vjeçari i tij, pra prandaj janë këta emra të ri, dhe prandaj janë për hir të vërtetës dhe emra interesant, do ta shkëpusi gjithë opinionin publik nga imazhi i Partisë Socialiste siç ishte, që për hir të vërtetës po qeverisë për 12 vitesh dhe në thelb nuk ka ndonjë bilanc suksesi, për mendimin tim. Kjo nuk do thotë se unë po ja vulem. Po aty se këta që po bëjnë fushat ndoshta kanë një bilanc. Ndoshta mendojnë dhe si unë, por duke qenë brenda rolit do ta mbrojnë këtë gjë.